Për gati 4 dekada, Lulieta Saraqini ka qëndruar pranë makinës së qepjes duke kthyer punën e dorës në art. Ajo është ndër ato gra që më për kushtim e dashuri ka punuar pundore dhe rroba qepse, duke sjellë në jetë veshje të bukura për shumë breza. Megjithatë, ajo shpreh të shqetësuar që rinja sot nuk po e do më këtë profesion. Këtë zanat jam që 40 vjetë gati për buën. Kam trashëgimi për nonës, halla ka punu. Edhe të vjerit të, e ku me mësu, punojmë, e tash e ku më vazhdo dhe vetë. Arinia sotit nuk e dojnë, krejt pak. Tutje Saraqini na tregoi edhe disa nga veshjet dhe punimet që ajo ofron në dyqanin e saj. Pulesat i kepi me dorë, veshje kombëtare, ky e leki është i veshjes katunit, i thojnë. Që punohet edhe kjo krejt me dorë. Ka dhe me maqinë, po unë e kam ma shumë zanat me dorë. Lulieta u dërgon një mesazh të rinjëve që të mos e harrojnë punën e dorës, sepse çdo zanat ka vlerë.